nuk ka vullnet politik për të ndryshuar kandidatën, e cila për të 19 herë unë besoj që epilogu do t'jetë i njëjtë. Fatkeqësisht Kosova po e kalon muajin e tretë të bllokimit dhe krizës institucionale, e natyrisht përgjegjësinë duhet ta marrin ata të cilët nuk tregojnë asnjë hap të vetëm që ta tejkalojnë këtë situatë ngërshit politik. Unë nuk do t'i komentoj deklaratat e kryeministrit, është përkeqardhje që kryeministri tek kaq kohë të gjatë pas përfundimit të zgjedhjeve zgjodhi që të përgjigjet në pyetjet e gazetarëve dhe të jetë një medium, në këtë rast mediumin publik, foli shumë edhe për sulmet ndaj mediave dhe ishte etiketa e njëjtë, propaganda e njëjtë dhe qasja e njëjtë me të cilën zoti Kurti flet para opinionit publik. Tash e sa kohë të gjatë nuk do t'i komentoj deklaratat e tij, sepse në fund përgjegjësia për t'i hapur rrugë perspektivës dhe zhvillimit Kosovës varet nga koalicioni që ka fituar numrin më të madh të mandateve. Para se të flas për PDK-n, zoti Kurti duhet të reflektoj e t'i hap rrugë zhbllokadës 3 mujore në të cilën ka hyrë Kosova.